Po këtu, a zë vend kjo që njerëzit janë larguar nga njëri tjetri për shembull? Po, është e vërtet. Shumë. Shumë. Kemi humbur atë humanizmi, kemi humbur shumë gjëra, kemi harruar gjak, kemi harruar gjini, kemi harruar që duhet pushojmë, që duhet të ulemi me njerëzit tonë. E dyta, njerëzit janë dhe të prirur, domethënë vetëm mas pasurisë, mas kësaj, kanë harruar çdo gjë, punën nuk e kanë me qef fare. Më ndunë të profitojnë, të fitojnë, të pasurohen, pa punu, po. Edhe me dyzina, të morin lek me shumicë, pa vujt fare. Po faktikisht, logjika, ekonomia, shkencat, gjitha këto, nuk e pranojnë të që pa punuar, pa prodhuar, pa hynë treg me një prodhim. Kur e thot logjika, ekonomia, matematika, fizika, kimia, biologjia, këte e kemi humbur. Edhe prap ne... Këte e kemi humbur. Te kemi unë shoh një tjetër, një veprim të mënë shumë të gabuar. Një student ose një nxënës që do të mori librat për të shkuar në shkollë, urrejnë të tjerë pse ke ardhur me libra, pse i merr librat me vete. Je prapa mbetur.